Kapitulli, të kuptosh dashurinë që nuk është dashuri. Ndonjëherë ata s'të duan ty, thjesht duan mënyrën si do ti. Dashuria është dhurata më e fuqishme që mund t'i japësh dikujt. Por në këtë botë ku gjithçka matet me interes, ndodh shpesh që kjo dhuratë të mos merret si një bekim, por si një burim shfrytëzimi. Nuk janë të gjithë ata që të buzëqeshin që të duan. Disa thjesht kënaqen nga mënyra se si i bën të ndihen, jo nga kush je ti në thelb. Kur dikush e do mënyrën si e do ti, por nuk të do ty, kjo është një marrëdhënie e njëanshme që të zbras ngadalë. Ti jep gjithçka, kohën, mendjen, përkushtimin, kujdesin. Dhe në këmbim, merr një afeksion që zhduket sapo ndalon së dhëni. Sepse për ta, ti nuk je një njeri, je një pasqyrë që u kthen dashuri, forcë, siguri. Kur kjo pasqyrë thyet, ata largohen pa u kthyer mbrapa. Është e dhimbshme ta pranosh, por kjo është një e vërtet e rëndësishme për t'u kuptuar, jo çdo dashuri është e pastër. Disa duan thjesht ndriçimin që sjell ti, jo dritën tënde si qenie. Ata ngrohen pranë teje, por kur nuk përpiqen të mbulojnë ty kur të ftohtësohet shpirti yt. Dashuria e vërtet nuk është vetëm ndjesi. Është kujdes reciprok. Është ndërtim, jo konsum. Është qëndres, jo ikje. Nuk është një më pëlqen si më bën të ndihem, por një dua të njoh dhe të dua për atë që je, edhe kur nuk më ndriçon më. Nëse ndihesh gjithmonë i lodhur në një marrëdhënie, nëse dashuria jote kthehet gjithmonë në varësi emocionale të tjetrit, është koha të ndalosh dhe të pyesësh veten, a më duan mua, apo thjesht e duan mënyrën si i dua unë? Thënie. Nuk është dashuri nëse duhet të heqësh dorë nga vetja për ta mbajtur gjallë. Mbyllje kapitulli. Mos jep më shumë nga vetja për njerëz që se shohin vlerën tënde, por thjesht shijojnë prezencën tënde. Mos e ngatëro përkushtimin me detyrim. Dashuria nuk është lëmosh. Ajo duhet të ecë në të dy drejtimet, përndryshe, të lëbosh. Dhe ti meriton të duhesh për atë që je, jo vetëm për mënyrën si e bën dikë tjetër të ndihet. Largohu nga ata që të përdorin si ngrohje momentale dhe gjej ata që do të jenë pranë edhe kur drita jote të zbehet. Sepse dashuria e vërtet qëndron. Dhe nuk kërkon që ti të harrosh veten për të qenë i dashur.